Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri, mirë se vini në pasditën e sotme. Do qemi bashk edhe sot dhe do të flasim për aktualitetet e ditës së sotme. Në pjesën e parë të emisionit do të flasim për sportin dhe për të rejat sportive, duke pasur parasysh faktin që ka përfunduar kampionati 2025-2026 të futbollit vendor dhe për të bërë një analizë të këtij kampionati dhe si vlerësohet, ne kemi nderin që në studion ton të na nderoj gazetari sportiv, i cili ka ndjekur të gjitha ndeshjet dhe ka analizuar sigurisht këtë kampionat dhe për të folur për këtë pjesë në studio me gazetarin Shaban Sinani. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe mirë se u gjetë. Fillimisht unë e përmenda që me ndeshjet e Gjiros së 33 zyrtarisht ka përfunduar kampionati 2025-2026 në ligën e parë. Si vlerësohet ky kampionat? Po, Ariana, me dy ndeshjet e djeshme, që u gjatë ditës së djeshme, përfundimisht përfundoi edicioni 34 Liga e parë e futbollit të Maqedonisë së Veriut, ku deri në këtë kampionat pra garojnë 12 skuadra. Fillimisht të themi të tregojmë rezultatet e javës së 33 dhe të fundit të kampionatit, ku Arsimi i Çegranit mundi Struga Trimlumi 1-0, Vardari mundi Shkëndijën 3-0, Pelisteri Bashkimi 1-0, Apo Brera Shkupi 6-0, Rabotnički Tikveshi 1-3 dhe Makedonia Gjorçe Petrov Sileksi 4-2. Do me thënë, kjo dëshmon qartë se edhe pse disa ekipe nuk kanë pasur asnjë farë shprese në gjiron e fundit, megjithatë ato kanë luftuar deri në sekondat e fundit, do me thënë, për t'ia dhënë atë hakun për atë që edhe paguhen. Sa i përket tabelës, të gjithë e dim se kampion i ri pas plot 6 viteve është Vardari i Shkupit me merit apo pa merit. Shifrat tregojnë që Vardari nga 33 ndeshje ka 28 fitore, 3 barazime dhe vetëm 2 disfata. Do me thënë, duke grumbulluar 83 pikë. Do me thënë, një numër i konsiderueshëm i pikëve, do me thënë, janë ma pak pikë se sa Shkëndia me Qati Osmani që fitoi në vitin 2017-2018, kur kishte diku mbi 90 pikë. Por kjo është kjo, tash e ka fituar, apo se ka fituar me merit, është krejt një çështje tjetër, ne e dim gjatë kampionatit se çfarë ka ndodhur në ndonjë ndeshje, ka pasur disa ndeshje që është zgjedhur në sekondat e fundit me penalti apo me diçka tjetër, por këto janë ndodhi që çdo kund ndodhin në lojat e futbollit. Në pozitën e dytë është Shkëndia pakës ka zhgënjur në këtë kampionat, pasi të themi hapta se është e treta herë që Shkëndia dështon për të bërë kampion me rezultate që ka shënuar në cilësinë e vendasit. Në këtë kampionat do të cekim atë se ka 3 disfata para tifozëve të vet. Ka me disfat me Vardarin 0-1, ka barazim me Arsimin, ka disfat me Bashkimin e Kumanovës, ka disfat me Pilisterin dhe ka barazim me Apo Brerën, do me thonë me ekipet të cilë nuk janë në rangun pas Vardarit, që nuk janë në rangun e ekipit të Shkëndijës. Nëse i grumbullojmë ato disfata dhe barazimet që i kanë para tifozëve të vetë, janë 11 pikë. Do me thonë që Shkëndia duhet të shpallet kampion. Mos të flasim edhe disa dështime të tjera që i ka bërë, por në futboll gjithmonë ndodhin këto dukuri, ndodhin edhe te klubet e mëdha, siç janë Barcelona, Real dhe klube tjera, prandaj mos habitemi shumë. Në pozitën e tretë është Struga Trimlum. Struga Trimlum ka mund shumë më mirë, por edhe ata kanë ato dertet e veta. Në pozitën e tretë me 62 pikë. Sileksi është në pozitën e 4 me 53 pikë. Në pozitën e 5 është Tikveshi i Kavadarit me 48 pikë, ndërsa në pozitën e 6, që është befasia më e madhe e këtij kampionati, është klubi i futbollit Arsimi nga Çegrani, skuadra debutuese. Me pak fat, kjo skuadër duhet të ngjitet në pozitën e 4 apo të 5.
me shumë pak fat. Pasi ka pasur disa të shtime para tifozve të vetë. Në pozitën e 7 është Bashkimi Kumanovës, ndërsa në pozitën e 8 dhe 9 janë Pelisteri dhe Apo Brera, dy skuadra të cilët për të mbetur në ligën e parë duhet të luajnë balotazh. 3 skuadra tjera me keqardhje do të themi, Makedonia, Gjorçe Petrov, Rabotnički dhe Shkupi janë ish kampion të Maqedonisë së Veriut në futboll, por kësaj radhe të 3 ekipet do të kalojnë në ligën e dytë. Kjo është befasia më e madhe e këtij kampionati. Dy ekipet të cilët ekipi i cili do të jetë ekipi i ri në ligën e parë është Bregalnica e Shtipit, ndërsa dy ekipet tjera siç janë Apo Brera dhe Pelisteri do të luajnë balotazh me Shkëndijën e Araqinës, pra Pelisteri, Shkëndija e Araqinës. Kjo ndeshje do të zhvillohet në Kavadar dhe ndeshja tjetër Apo Brera Skopje, balotazhi do të zhvillohet në Manastir. Me thënë, ka fundjava do të dihet se cilat ekipe do të mbesin ose cilat 10 ekipe do të jenë në kampionatin e ardhshëm. Të kujtojmë se kampionati i ardhshëm në ligën e parë të futbollit do të nëmbrojë vetëm 10 ekipe. Megjithatë, përmendëm çështjen e klubit të futbollit Shkëndija, nuk është se dua të mbaj anë, por megjithatë fillimisht si e vlerësoni këtë edicion të Shkëndijës dhe a mendoni që ka qenë drejtësi e barabartë, pra ka qenë drejtësia në vend në disa ndeshje të Shkëndijës? Punën e drejtësisë, do të thënë të arbitrave, është shumë rëndë ndonjëherë ta komentojsh. Të gjithë ishin të kënaqur apo të lumtur se më në fund sistemi i VAR implementohet edhe në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut. Të gjithë pritnin se do të ndodhin çuditëra. Do të thënë nuk do të ketë gabime, por njerëzit njëherë e përgjithmonë duhet ta kuptojnë se atë sistemin VAR e udhëheqin njerëz. Sigurisht. Njerëz të cilët punojnë aty para kompjuterëve duke ndjekur ndeshjet dhe tash a ka pas gabime, as ka pas, një zot e din. Ankesa ka pas të plota ka pas anketa sidomos me disa penalti që janë gjetur në sekondat e fundit, ka pasur disa raste që nuk është pranuar gol për X arsye, edhe kështu me radhë. Ka disa ndeshje që kanë qenë me të vërtet ka pas paknetësi të mëdha, sidomos ku është konsultuar vari. Ka pas disa raste ku vari ka dëshmuar se nuk është gol i pastër, mirë po vendimi i referit, i cili është vendimtar, ka thënë, jo është, unë e vendosje dhe ka pranuar golin edhe. Vari bën gabime edhe në ato vende ku ka teknika është në nivelin shumë më të lartë dhe infrastruktura në krahasim me Maqedoninë është shumë e madhe. Do të thënë, ne e dim se çfarë infrastrukture kemi në vendin tonë për të implementuar sisteme të tilla. Në çdo stadium të ekipeve të mëdha, së paku ka 22 kamera të cilët e ndjekin ndeshje. Ke kamere të speciale që janë në vijën e portës, ke në mesin e fushës e kështu me radhë, kurse këtu me 2-3 kamera. Kjo është kjo, mirë po për këtë nuk është shfajtor. Jemi këtu dhe duhet të pranojmë me kushtet të cilët janë ekzistente. E kur jemi këtu tek Shkëndija, me që ka përfunduar kampionati, po shihen disa ndryshime në kryesinë apo në stafin teknik. Po, si gjithmonë, kur përfundon kampionati, atëherë ka ndryshime të shumta. Kur një skuadër shënon një fitore, të radhë të gjithë aplaudojnë, dorëtrokitin futbollistët të cilët janë më meritorët, të cilët e kanë fituar atë ndeshje. Ndërsa, kur ndodhe kundërta, kush është fajtor atëherë? Trajneri. Është një trajner. Te Shkëndija, une, sipas meje, nuk ka fajtor, edhe nuk ka, pasi Shkëndija dihet se gjatë këtij në kampionatin 2025-2026
ka zhvilluar dikun të 53 ndeshje zyrtare. Do me thonë, 33 në kampionatin vendor, në 14 ose 16 në garat e Ligës e Konferencës dhe në ndeshjet e kupës. Do me thonë, gjithse 53 ndeshje, ati nuk janë përfshirë edhe ndeshjet miqësore, ndeshjet kontrolluese, që do të thotë afër 60 ndeshje ka luajtur. Rekord për futbollin vendor. Do me thonë, në kushtet ekzistuese të infrastrukturës në Maqedoninë e Veriut, ajo është e tepruar. Sigurisht, rekord për futbollin vendor. Prandaj nuk mund të fajsojmë nëse ka dështuar apo s'ka dështuar. Kjo është një problem shumë i thellë aty. Mirë, po të Shkëndija tash janë habitur të gjithë njerëzit, opinioni futbolldashës, se nga dita e djeshme trajner i Shkëndijës nuk është më jeton Beqiri, i cili tani më mund të thuhet se është njëri ndër dy trajnerët më të suksesshëm në historinë e ekipit të Shkëndijës. Pasi me për 2 vite e gjithë se ka qenë kryetrajner i klubit, Jeton Beqiri ka të fituar një titull kampioni, ka të zhvilluara dikund 18 ndeshje ndërkombëtare, ka arritur, është trajneri i parë i cili ka hyrë në grupe, pa marrë parasysh se ato është Liga e Konferencës, ajo është një sukses i jashtëzakonshëm. Sigurisht. Dhe hini edhe në fazën e play-offit, kjo vërtet është një sukses i jashtëzakonshëm. Megjithatë, askush deri më tani, sidomos nga zyrtarët e klubit, nuk e ka fajsuar, përkundrazi e kanë falenderuar përzemërsisht për punën që ka bërë, njëjtën gjë e ka bërë edhe Jeton Beqiri, i cili ka falenderuar kryesinë e klubit, duke nisur nga pronari i klubit Lezim Destani dhe të tjerët deri tek punëtorët ekonomi i klubit, do të thonë përfshirë këtu futbollistët e punëtorët tjerë të cilët janë në klub, ka falenderuar sidomos tifogrupin ballistët dhe të gjithë tifozët të cilët e kanë përkrahur ekipin e tani mbetet pyetja se kush do të jetë, me siguri edhe Arianës i intereson, kush mund të jetë. Po shif, kur bëhet ndrimi i një trajneri ka thashëthana të shumta. Në Qarshi apo në Tetov tani më qarkullojnë disa emra. Si emër i përveçët përmendet Qati Osmani, i cili është një legjend e Shkëndijës, legjend e gjallë e Shkëndijës, i cili ka qenë legjend si futbollist, por ka pasur suksese të jashtëzakonshme edhe si trajner. Mund të themi se është njëri së bashku me Jeton Beqiri, njëri di trajnerët më të suksesshëm në ekipin e Shkëndijës, pasi nuk e dini se Qati Osmani ka të fituara 3 titull kampioni, ka të fituara Superkupën e Maqedonisë, që tani më nuk zhvillohet e Superkup, ka të fituara 2 kupa të Maqedonisë dhe 2 herë ka qenë në play-off në Ligën Evropa. Do të thonë, këto janë suksese që nuk harrohen. Sigurisht. Përmendet Ilir Daja, ish trajneri i Ballkanit dhe aktualisht trajneri i Dinamo City të Tiranës. Por ka edhe disa emra të cilët lakohen. Por ato janë vetëm thashëthana. Tani për tani janë thashëthana. Ne do të kishim dashur të jetë ki apo aj, por do të vendosin ata që janë kompetent edhe të cilët ndajnë nga vetvetja mjetet financiare. Në fakt, kur jemi këtu te garat ndërkombëtare, cilat ekipe do ta përfaqësojnë vendin në garat ndërkombëtare? Po, ajo është shumë. Maqedonia e Veriut në kampionatin ardhshëm 2026-2027 do të prezantohet vetëm me 3 skuadra. Aty merr pjesë kampioni, ekipi kampion, pra Vardari, ekipi i dit, ajo është Shkëndija, dhe fituesi i Kupës së Maqedonisë. Dihet se para disa ditëve Sileksi arriti të shënojë fitore kundër ekipit të Shkëndijës dhe do të përfaqësoj vendin në Ligën e Konferencave. Do me thonë, këto janë 3 skuadrat. Do të përfaqësoj. Që dëshirojmë sukses e këtij 3 skuadrave, pasi edhe ata na prezantojnë edhe nave. Të 3 skuadrat do na prezantojnë, do me thonë, vendin tonë, Maqedoninë e Veriut. Po cilat skuadra luajnë balotazh dhe sa ekipe kalojnë në Ligën e dytë? Po.
Sipas sistemit të ri, të cilin u implementua me ardhjen e drejtuesve të ri të Federatës së Futbollit të Maqedonisë, në kampionatin e ardhshëm, kampionati do zhvillohet vetëm me 10 ekipe. Prandaj, tani për tani, ekipi i 8 i rënditur dhe i 9 do të luajnë në balotazh për të mbetur në ligën e parë. E ato janë APO Brera dhe Pelisteri, të cilët do të ballafaqohen me Shkëndije në Araqinës dhe me ekipin e Skopjes nga Autokomanda e Shkupit. Tani, para se të në emision, do me thënë, është publikuar lajmi se këto ditë ndeshje të balotazhit do të zhvillohen njëra në Manastir, pra APO Brera dhe Skopje, ndërsa ndeshja tjetër e balotazhit do zhvillohet në Kavadar, ajo ndërmjet ekipit të Pelisterit dhe Shkëndijës së Araqinës. Domethënë kjo është një sukses historik për Araqinas. Kampionati ka përfunduar edhe në ligën e dytë. Si vlerësohet ky kampionat në ligën e dytë të futbollit vendor? Po njëjtë si në ligën e parë, ashtu edhe në ligën e dytë, deri në momentin e fundit nuk është ditur se kush do të shpallet kampion, cilat ekipe do të sigurojnë ekzistencën dhe kështu me radhë. Pra, përfundimisht ekipi i Bregalnicës nga Shtipi është antar i ri në ligën e parë të futbollit vendor. Ndërsa dy skuadra tjera të cilët do të mundohen që të kualifikohen në elitën e futbollit janë Skopje nga Autokomanda dhe ekipi i Shkëndijës së Araqinës. Do me thënë kjo është ekipi i Bregalnicës para 2-3 viteve ishe pjesë e ligës së parë, ndërsa Skopje Autokomandës 2 vite në ligën e parë, në ligën e dytë, 1 vit në ligën e parë, si gjithmonë, vite me radhë, ndërsa Shkëndija Araqinës pas disa viteve zbrastir, si me thënë, që nuk ka marrë pjesë në përgara, nga para 3 viteve u reaktivizua dhe arriti një sukses të madh dhe tani ka siguruar pozitën e 3 dhe balotazhin për kualifikimin në ligën e parë të futbollit të vendor. Pra, i ceka këto se Shkëndija Araqinës do të luajë balotazhin në Kavadar me ekipin e Pelisterit. Kur jemi të liga e dytë, në realitet 3 skuadra, të cilët janë Detonit Plaçkovica, Teteksi dhe Kozhufi, do të luajnë balotazh për të siguruar mbijetesën në ligën e dytë. Ndërsa cilët janë ata kundërshtarë të cilët dihet se me datën 30 dhe 31 maj do të zhvillohen ndeshjet e balotazhit për ligën e dytë. Dhe aty janë 3 ekipe nga liga e dytë dhe 5 ekipe të cilët kanë qenë kampione në ligat e treta. Në mesin e të cilëve është edhe klubi i futbollit Kamjani, nga komuna e Bogovinës. Pra, më 30 prill në Shtip takohen Kamjani, Pobeda e Ballandovës. Në Manastir takohen Kozhufi, Boreci i Velezit, i antar të ligës parë, Kamenica Sasa Euromilki, kjo ndeshje do zhvillohet në Kratov, dhe ndeshja e fundit është në mes Teteksit dhe ekipit të vllazërimit të Srugës. Kjo ndeshje do zhvillohet të dielën e ardhshme, pra me 31 maj në stadiumin e Gjorgje Petrovit. Më thënë, këto janë disa nga në kampionatin e ri, liga e dytë nga 16 do të numëron vetëm 14 skuadra. Që të thërë edhe këtu ka, pritet të ketë ndryshime edhe në grupet e ligave të treta, pritet të thuhet, për tani flitet, se do të bëhet 4 regione, nuk do të ekzistojnë liga e tretë, liga komunale, por të gjithë do të jenë në një ligë rajonale. Në çfarë se dhe si mendohet, a do të zbulohet numri i ekipeve dhe çfarë do të bëhet me ato ekipet të cilat vinë nga vendbanimet e vogla, nga fshatrat, nuk e di.
Do të kalojmë edhe në një tjetër temë që është gjithashtu shumë e rëndësishme, një ngjarje, pra cila është ngjarja që do të zhvillohet këtë javë për sa i përket turneut mbarkombëtar. Turneu mbarkombëtar është një turne që organizohet tani më 21 vit me radhë. Turneu mbarkombëtar i futbollit për fëmijë që ka filluar në vitin 2003 me iniciativë të Qendrës Kulturore për Fëmijët e Durrësit me të madhin Naim Kërçukun, i cili ka qenë ideator i kësaj nisme. Do me thënë, nga vitit 2003 deri më tani, 3 edicione nuk janë zhvilluar për shkaqe të ndryshme. Me një moment Ulqini nuk ishte i gatshëm që të organizojë, me një rast Durrësi nuk ishte i gatshëm dhe në vitin 2020-2021 me sa duket ishte koronavirusi, duheshte tetova të jetë një koqire mirë, po për shkak të pandemisë, koronavirusit u anullua. Do me thënë, deri më tani janë zhvilluar plot 20 edicione, ekipi marrin pjesë Durrësi, Tetova, Peja, Ulqini dhe Bujanoci. Deri më tani në të gjitha këto qytete të cilët i përmenda, nga 4 herë është zhvilluar çdo kund këtë turne mbarkombëtar. Kësaj radhe, do të thonë nis një fazë re, edicioni 21 do të mbahet në Durrës, ku do të marrin pjesë krahas Durrësit si një koqire, Tetova, Peja, Ulqini, Bujanoci dhe për herë të ditë pjesë e këtij turneu do të jetë një skuadër me arbëreshët e Zarës. Do të thonë, kjo është një risi e këtij turneu. Turneu do të fillon nga dita e premte, pra nga 28 maj deri në 31 maj, pikërisht për këtë arsye ekipi i Tetovës apo reprezentacioni që do ta përfaqësoj qytetin e Tetovës tani më një muaj ka vërë përgatitje për prezantim sa më dinjitos. Në ditën e djeshme u mbajt edhe seanca e fundit stërvitore, ku i pranishëm ishte edhe kreu i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, i cili dorëzoi flamurin e komunës kapitenit të skuadrës së Tetovës, dhe njëherët edhe u ndan edhe veshje sportive për të gjithë futbollistët. Do me thënë, falë komunës së Tetovës, falë edhe disa donatorëve të cilët kanë siguruar dhe Universitetit e Evropës Juglindore, kemi organizu, do me thënë, veshje ose kemi siguru veshje sportive, do me thënë, për çdo ditë të bëjnë ndrimin e teshave. Do me thënë, të jenë Tetova gjithmonë ka qenë dhe është më e kompletuar nga të gjithë pjesëmarrësit tjerë në këto turneje mbarkombëtare, kudo që të mbahet, qoftë në Durrës, qoftë në Ulqin, qoftë në Pejë, në Bujanoc apo në Tetovë. Dhe për fund kemi edhe një ngjarje tjetër, para disa ditësh ishit në Peshkopi për një ngjarje tjetër me karakter sportiv, a mund të flasim pak edhe për këtë ngjarje? Po. Unë si tradicionalisht i mbaj lidhjet me të gjithë kolegët sportive, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, qoftë në Maltëzi, qoftë në Luginën e Preshevës e kështu me radhë, dhe çdo aktivitet sportiv që ka karakter mbarkombëtar, ndër të parët jam i ftuar atje. Edhe kësaj radhe isha i ftuar në Peshkopi apo në Dibrën e vogël, siç i thuan atjene, pikërisht në një vendbanim që quhet Fushalie, u mbajt edicioni i 5 me radhë Futboll Buzdrinit. Ky manifestim është me të vërtet një manifestim i veçantë, ku krahas sportit ka edhe një qëllim tjetër për promovimin e zonës dhe sensibilizimin kundër skabicës. Kjo është një problem i madh se përket vendbanimeve që jetojnë atje, pasi nuk e di kush, por thuhet se qeveritë kanë parashikuar që atë të largojnë të gjitha vendbanimet dhe aty të bëjnë një liçen për të hidrocentrale, nuk e di për çfarë. Por edhe ky turner është faktikisht ka shërbyer si një lloj proteste me anë të sportit kundër këtij aktiviteti të cilën
qeverit në normal, një projekt qeveritar sigurisht është, si ku më tepër të dhënat nuk kam, por para se të përfundojmë, besoj që të ndjekim një deklaratë të organizatorit të këtij manifestimi, Futboll Bus Drinit, pra një gazetar i njohur i sportit, Dëfri Metasani, i cili është një legjendë e gazetarisë sportive, që vite me radhë është njëri ndër gazetarët më të mirë në radio-televizionin shqiptar dhe aktivist i madh. Së bashku kemi organizuar disa aktivitete të cilat do të mbahen mend shumë gjatë. Kemi afruar gazetar nga të gjitha trojet shqiptare, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, qoftë këtu në Maqedoninë e Veriut, qoftë në Maltëzi, qoftë në luginën e Preshevës. Pra, ftoj që të ndjekim deklaratën e Dëfri Metasanit. Por jemi në fushalinë të Dibrës, në këtë vend ku për 5 vitesh organizohet turneu Futboll Bus Drinit, një turneu që sjell të rinjtë edhe nga brenda dhe jashtë Shqipërisë. Vin nga Anglia, nga diaspora e Belgjikës, nga Italia, nga Greqia, të gjithë me i qëllim për të kthyer vëmendjen në vendlindje dhe për të qenë bashkë të paktën një ditë në vit, për të promovuar përmes sportit këtë trev kaq të bukur që e ka bekuar Zoti me këtë pamje magjepse dhe natyrë piktoreske, për të ruajtur dhe për të mbajtur traditat më të mira, historinë e të parëve, por dhe të sotmen. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, të mos e zhdukim dhe të mos e harrojmë vendin nga ku kemi lindur dhe jemi rritur. Po pra, kemi ndjekur kështu edhe deklaratën e tij, në ndërkohë mund ta komentojmë në pika të shkurta që edhe të bëjmë. Po, kështu ishte një aktivitet, një manifestim i madh ku pati edhe një turne të futbollit ku morën pjesë 4 ekipe me legjenda të futbollit, të pranishëm ishim edhe shumë legjenda të futbollit, legjenda nga Vlora, nga Tirana, nga Kosova, edhe shumë të tjerë. Kishte gazetar nga Maqedonia e Veriut, që e përfaqësoja unë, dhe gazetarë nga shoqata e gazetarëve sportiv të Kosovës, të cilët nga ana e organizatorit u nderuan edhe nga një medalje në shenjë të respektit për këtë pjesëmarrje. Këtu kishte një ekip nga diaspora shqiptare që vepron në Belgjikë, ekip e cila doli edhe fituese e këtij turneu. Ishte një turne i jashtëzakonshëm dhe organizatori me të vërtet kishte bërë një punë të jashtëzakonshme, pasi për të gjitha ekipet kishte përgatitur kupa, për futbollistin më të mirë një kupë të veçantë, për të gjithë futbollistët e vendit të parë, të dytë dhe të tretë kishin përgatitur medalje të veçanta, ndërsa mirënjohje të veçanta dhe medalja apo kupa ndau edhe për disa legjenda të futbollit shqiptar në Shqipëri, për disa punëtorë të sportit, të gazetarë sportiv e kështu me radhë. Domethënë, është një turne i jashtëzakonshëm, një manifestim shumë i madh që gjithmonë mbahet në fushalie të peshkopisë atë. Dhe Ariana, për në fund, unë do të kisha dashur që të gjithëve të uroj festën e Kurban Bajramit që do të ndodhë nesër gëzuar. Faleminderit shumë që na nderuat me pjesëmarrjen tuaj dhe faleminderit për gjitha këto informacione dhe të reja të aspektit sportiv. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa e parë me personalitetin e ditës. Ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, do të rikthehemi pas pak në pjesën tjetër.